Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe do sillim historinë e një të mituri, një 13 vjeçari që është larguar përpara 2 javë nga shtëpia dhe familjarët ende nuk kanë zbuluar asnjë informacion për Renato Hajdinin. Regjia menjëherë do më ndihmoj me foton e Renato Hajdinit, 13 vjeçari nga Kavaja, i cili ka dalë nga shtëpia datës 14-15 prill dhe drejtimi është i paditur. 13 vjeçari jetonte me babain, pasi të dy prindrit kishin 5 vite që ishin divorcuar, por ai është larguar nga shtëpia e babait dhe nuk ka lënë një adresë. Sot me mua në studio, dhe pse janë të divorcuar, bashkohen bashk babai dhe nëna e Renato Hajdinit me shpresën për të marrë ndonjë lajm për djalin e tyre. Zonja Shqiponja Berberi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Është dhe ish bashkëshorti juaj Blerim Hajdini, përshëndetje Blerim dhe mirë se erdhët. 2 javë që s'dini asgjë për djalin? Shqip se është puna. Ky kishe 2 javë që nuk u bonte, s'kishe kontakt me asnjë lloj nga pjesëtarët tonë. Fëmia, shqip se ka qenë puna nga e para. Fëmia... Blerim, unë do të pyes dhe kemi gjithë kohën sot në dispozicion, do marrë fesh historinë, por dua të pyes fillimisht, momentin që iku, ai jetonte me ju? Jeton në shtëpinë tuaj, se je divorcuar me nënën e djalit. Të ka thënë diçka atë ditë kur iku? Ja, fare. Asgjë? Ja. Kaluan orë dhe ti u vure në alarm, le të themi që djali humbi, nuk është kthyer në shtëpi. Po, nuk kishe gati 2 javë, se më që nuk dije se nga ishte, nga u bote i gjallë. Po, në këto 2 javë nuk bëre asnjë lloj kërkimi? Kam qenë në Durrës, i ca thuaj në kam pa në Durrës, shkoja në Durrës e gjeja. A ke bërë denoncim në polici? Po, kam qenë bënë denoncim në polici. Mirë, unë do ulem këtu përballë jush dhe marrë feni këtë histori dhe kushdo që është duke na ndjekur ditën e sotme në këtë transmetim live që në fillim të programit bëj thirrje që kushdo që ka informacion, Shqiponja, do qetësohesh. Unë e kuptoj që fëmia një orë të largohet nga shtëpia dhe është një tmerr, të mendosh është vetëm 13 vjeç që ti që ke 2 javë që si ke dëgjuar zërin dhe je në merak, por qetësohu dhe uroj që ditën e sotme ky transmetim të na ndihmoj dhe na shërbej për informacione, por sa të marrësh pak veten si ti dhe ish partneri juaj Blerimi, i cili dhe ai është mbërthyer nga lotët, ju bëj thirrje dashur miq, kushdo që mund ta ketë parë Renato Hajdinin, kushdo që ka informacion për këtë 13 vjeçar që është larguar nga shtëpia vetëm përpara 2 javë dhe drejtimi është i paditur, është i lutur që ditën e sotme të kontaktojë në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona. Kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Dua të prezantoj një sketë të shkurtër për humbjen e këtij djali të mitur dhe rikthehemi për të dëgjuar prindrit, kërkimet që kanë bërë dhe çfarë kanë zbuluar për të birin e tyre. Prej rreth 15 ditësh, familja Renato Hajdinit, një djali 13 vjeçar nga Kavaja, jeton në angthë dhe pas një informacion për fatin e tij, i mituri, i cili pas divorcit të prindërve jetonte me taati në zonën e Luzit të vogël, është dukur në rrethana ende të paqarta. Sipas familjarëve, dita kur Renato u largua nga shtëpia nisi si një ditë e zakonshme. Ai kishte thënë taatit se do të shkonte në Kavaj, por nuk u kthye më. Më pas, familja mori vesh se 13 vjeçari ishte ndaluar nga policia në Durrës në ndyshimin për vjedhje dhe se ishte mbajtur për 3 ditë aty. Në përpjekje për të gjetur djalin, nëna e tij Shqiponja Berberi ju drejtua policisë së Durrësit. Sipas saj, autoritetet i komunikuan se Renato ishte dërguar në institucionin e të miturve në Kavaj, por kur ajo shkoi aty, i thanë se nuk ishte asnjë të mitur me atë emër të regjistruar. Që prej atij momenti, familja thotë se nuk ka marrë asnjë informacion të ri për vendodhjen e 13 vjeçarit. Familjarët apelojnë për ndihmë nga institucionet dhe kushdo që mund të ketë informacion, ndërsa kërkojnë zbardhjen e plotë të rastit dhe gjetjen sa më parë të djalit të tyre. 2 javë që nuk dihet asgjë çfarë ka ndodhur me fatin e këtij djali të mitur, një 13 vjeçar që del nga shtëpia, i thot babait se do të shkojë në qytetin e Kavajës dhe nuk kthehet më në shtëpi. Ndërkohë, i dashur Blerim, e nisim me datën, ju nuk jeni sigurt, 15 apo 16 prill ka qenë data, si jeni sigurt ditën kur ka ikur djali nga shtëpia? Ja, çfarë ka ndodhur atë ditë? Kjo ma ditë ishte me muve në shtëpi, para se u largonte. Jetoni të dy vetëm? Po vetëm unë me të çunin. Po. Unë mbledh kështu me motor. Punoj me motor, mbledh hekër e gjajna. Po.
Unë pa ike, thonë, në plash, në Golem, se unë Golem punoj, nga Luzi, dal punoj në për Golem. Ju jetoni në Luz të vogël, të Kavajës. Po? Unë pa ike, thonë, mu pa la në plash, në pa të pres më garoton të Golemit, thonë. Të dil për punë, thonë, aty më gjimu, thonë. Ani mirë, thosh, unë dole për punën, e unë vërë dal, këthem shoforë në ora 4 pyske lokali, këthem se gjeta. E pa mirë, bon ditë që kalu, nuk pa e gjinja, kërko për durës, i thotë akon pa ndurës, shkon durës, deka qezë më ferës, kë spitali. Nuk lash vend se durës e i ma, në më makinë më nko më dalë. Po atë ditë keni surë? Ka qenë 2 ditë më mrapa. 2 ditë më mrapa. 2 ditë janë shumë, pse le 2 ditë? Po thoshë ndashë ka vajt këni jenë, thoshë në dëkthet, më shpresë, onë se të këtë vajt këni robi, jemi në dëkthet, o kupton, se di se nga miku, o kupton, se di ku të bazohe. Shko banë dënëncim policit, banë kalzim policit, ke policia Kavajës, morën ata letrat të gjajnët, po banë gati ja, pësoj si 2 javë, më paka shumë. Renata për mërom, jo mërom, për mërom, ka pru policia Golemit, e ka sjenë komisarit Kavajës. Pra djali nuk është i humbur? Për dirisa është kapur nga policia, së është i humbur? Po pra, shifë se është rësyja. Po? E për unë djalin e komisarit Kavajës. Atëri të lutem, që edhe me kohën të jemi të saktë, djali ka 2 javë që ka ikur nga shtëpia, ti nise kërkimet pas 2 ditëve, Blerim, nuk të fale, 2 ditë, të hash, të flesh, dhe mos të vrasësh mendje fare ku e kam këtë fëmijë. Kishte kontakt me inspektorin e zonës. Kur e njoftove nënën e djalit? Do të flas, unë të lutem. Unë nuk dua të grindemi sot, Jo, mund të flas, domethënë tash unë pak 2 Nuk fjalë. kam kontakt me këtë, Të lutem. Po mirë, ju jeni të divorcuar, por sot do ta jap fjalën e dashur Shqiponja, por ju sot keni bërë një veprim shumë të mirë që jeni bërë bashkë të dy për të qenë në pagjurëm. Po. Tani, unë kam 5 vjet që jam e divorcuar. Kam 3 gocë dhe çunin. 3 gocët i mbajta unë. Kupton? Jo kur unë ndam fillim, ky mbajti çunin edhe gocën, i ndavi shteti, në rregull. Unë kam jetuar gjithmonë me qira. Kupton? Për një farë kohe, domethënë e mora edhe gocën tjetër. Të 3 gocët i kam unë. Djalin e bante Blerimi, ju mbanit gocat. Duri me babin. Kupton? Unë kam lëviz të punoj, do maj edhe fëmijët, do shi edhe veten, edhe jetoja me qira në Durrës. Isha në punë ma dite, sa kisha as 5 ditë që kisha fillu, Lara Pjace. E në me merë goca mollë, o mami ku e më punë, po qandën fakt, i thashun, qa ka nollë? Të them diçka foli, thashun. O mami tha, mu ka humë Renato. Po të një javë ki më bet, që kishtë humë djali dhe unë nuk kisha asnjë lloj informacioni. Kur merë ky mas një javë, kishe marrë gocën edhe kishe thonë që ka humë çuni. E lash punën, i ka në Durrës. Shkoj ke komisariati, i thashun një Renata e dini, thashun e kini kap, thashun, po bon 3 ditë se kështu e ka morë vesh, si thash. Po kushta tha këtë informacion, se tani, ju thoni që e ka kapur policia, por... Më tha babi, tha goca, që u ka kap çuni dhe unë Durrës. Blerim, të lutem, unë e kuptoj që divorci është i rëndë kur përjetohet, por nuk merje do të guximin ti thoshe ish gruas, ore na ka humbur djali, çfarë do bëjmë? S'kishim kontakt e bashkë. S'kishim kontakt për sy se unë jetoj në Luz. Po telefoni punon? Po nuk s'kim kontakt në anë telefonit. Ju sot jeni bashkë, jeni bërë bashkë për djalin dhe ti s'merje guximin, ti thoje ish bashortes na ka humbur djali. Gjithmonë nuk kom pas kontakt me gocën e dytë. Me atë gjithmonë flisin telefon për çështjen e fëmisë. Shif se ka qenë puna. Të parmërom, pardje, në mjes në orën 11 me ka marrë policia ke shtëpia. Që i bie ditë e shtunë? Po, mas 2 javë u gjetë fëmija. Më fali sekond. Me merë policia ke shtëpia në orën 11, ka qenë gjatë vjen plot fuqish mi zonë, sa i policia nuk e di se këto janë ndru tash, po. Hajde tha mu se çuni tha, dhe vish me mund komisariat. Pse thashon çuni tha është në policia, ka policia Golemit. Pra pas 2 javë humbje të djalit, ty të njofton policia që djali është ndaluar nga policia. Tani policia e kishte ndaluar se ju kishit bërë një denoncim për humbjen. Denoncim unë për veten time nuk. Po ta bën kallëzim. E pra, e ke bërë një denoncim për humbjen e djalit. Mia kishe pas bë vjedhje në Golem. Ka vjedhur. Po, më fal të sirojnë të gjithë situatën. Do të dëgjoj me vëmendje. Mia kishe pas bë vjedhje në Golem. 2 vjedhje më përpara, kishe bëj vjedhje tash prap. Ditën që e kenë kap, që e kenë arrestu të shtunën, në orën 11 më kenë marrë muve. Po ju, ishit në djeni për jetën e djalit tuaj për këto veprime? Ja, unë kam qenë në shtëpi. Shkoj në komisariat deri në orën 3. Kate, jo atje nuk e di sa ka qenë ora me zak, mos më gënjy. A bin policë çunin për krahun në komisariat. Ti e pe? E pash fëmijën të mrena, na morën pyetje çunin, nuk e di bën ato procedurat e vetë letrat. Në rregull. Dolën para jashtë,
na qitën deri ka porta më gjithë çunin. Marr çunin, non, hajde ikim shtëpit. Po tani djali nuk pas ka humbur, se më erdhët këtu më thatë më ka humbur djali, u vum në alarm gjithë Ka reporti. ik djali prap, u ka zhduk. Shif ta shpjegojën për. Po pra më shpjegoni që ta kuptoj dhe Po unë. pra unë po ta U shpjegoj ka të zhduk drejtë. prap. Po, E mor djalin. pra të shtunën e kaluar ka ndodhur kjo gjë. Po për të shtunën të shtit. Djalin ti e ke marrë nga komisariati i policisë në Durrës, Në Kavajës. të qytetit Kavajës. Po, Po, na nxorën jashtë, jeni të lirë, nuk e di se ç'e bën të procedurat e vet, thonë jeni të lirë. Në rregull. Marr djalin unë pastaj, unë para, se ishim kom fakt shtëpisë, s'kishim lekë, se ishte vonë. po, Unë para çuni mrapa. Ky ka ardhur deri gon kalaje me muve, aty pastaj më qef. A ka hopni me makinë, se si o puna, nuk unë e ti di. ishe prezent, nuk e Unë peti. kam qenë para djalin mrapa. Po si e le djali? Po nuk vite për herë më muvaj. Ai ndoshta më të ketë konsumune lëndë narkotike, më të vuni nga një depresion, fëmija nuk rrin. Fëmija dje ka ikë prapë për shtëpia. Dhe ike e botë herë dhe ike në Rogozhin, herë dhe ike në Peqin, a kom kap dje, kom ikë në komisariat, kthehen nga komisariat e fëmijën kom kap në Gostë Kavajës, tu ikë autostradës, mes autostradës, tek pull mes autostradës, jo kone, 2 orë, Po nuk arrite doti si baba ta mirë këtë fëmijë ta çojë e morë më makinë, i gjemova mrapa, e morë më makinë, e hopë makinë e çova në shtëpi. Po, Prapë më qef. Miku, moment që ka fillu neshje dje në së kishë stadium, moment që ka fillu neshje, miku, iku me i person, po të nga luzi. atëre djali ka ikur përfundimisht nga shtëpia ditën e djeshme. A ik prap. Po, Pra i nuk është i humbur në 15 prill, 16 prill. Po, ka Nis humbur. historia në 15 Po, prill. që ka humb 2 javë, pastaj u gjet tani, u iku prap. Ai ka humbur dje. Po, dje prap. Ne- Ka ikur nga shtëpia ditën e djeshme që i bie data 3 maj. Po. 3 maj që është larguar. Po, më falni. Unë kërkoj këtë gjoni me. Fëmija, unë e di se është problematik. Fëmija ka bo shumë vjedhe, ka bo shumë probleme, është shumë problematik e gjitha. Por a ka në i shtet në institucion, si që qohën të që atë të afusin në Jo, jo, shtet ka, patjetër, Blerim, shtet ka, por unë të bëra një pyetje pak më parë që a ishit ju në djeni për jetën e djalit dhe më thatë jo. Tani një fëmijë 13 vjeçar, ku prindrit e dinë që ikën nga shtëpia në orët e vona të natës. Ikën, po, Vjedh, ka largu bën pa- veprime që nuk janë për atë moshë dhe të rish i qetë në shtëpi dhe të vazhdosh punën, unë dhe këtë gjë nuk e pranoj te prindrit. Njëm Me dakord, mu nuk por kam ndejtur unë, më djalin. falë. Nuk po them që është fajtor blerimi, ndoshta të dy bashkë Me mu nuk keni kam ndejtur. gabuar. Më falë. Kam vite unë që djali nuk e kam pas. Drejtën, unë kam vite. 5 Po pse vjet. nuk keni bashkëpunuar me 5 njëri jo, tjetrin? fare, 5 vjet unë më këtë s'kom pas asnjë lloj kontakti. Po për hir të djalit. Veç me gocat. A ke qenë djeniti që djali ka bërë një jetë jo Një të... kam qenë që ka qenë me tjatin, e ka jatin dërzim, po se që ka bo fëmija ke jati, unë nuk jam fare në. O shqiponja, po ish burri, nuk e pyes se si është Po jo, djali? pas se kam taku, s'kom pas kontakte fare, nuk shkoj e fare. Po nga e merri informacionin për djalin ti? Se e mora se më thë goca, se ky ka flet me A gocën shkoj e telefon. takoje djalin tënd? Nuk kam shku fare në luz me taku. Po pse nuk e tako? Nuk ishe kontakte me Kam djalin? shku sepse unë shumë kam lëviz, kam punu një shtetit e mandarinët. Kam Po punu më flishe shumë telefon me djalin? Fare, pra s'kom pas kontakte. Po unë. pse djali nuk donte të fliste me ju? Donte djali, djali nuk donte fare të më shifte me sy, mu thotë du vetëm babin. Po pse Rritë kishte ke këtë lloj urrëtie djalin ndaj jush? Sepse diçka djalin i kanë lund diçka djalit që rritën luz vogël, ai ças ka pirë ai djali. Pra ju e keni ditur që djali ka qenë dhe përdorues i lëndëve narkotike? Po dhe ke qenë së zbon, se nuk bon të fëmija im kështu kur. Fëmija ime, djali jem ndoshta. Fëmia juaj. Po, Po. fëmija jonë, se flasëm kështu tash, mo të ketë përdor lëndë narkotike, mo të vujnë nga në depresion. Po ti këtë gjë e kishe kuptuar, sepse djali nuk nisi lëndë narkotike dije. Këtë gjë ti e ke kuptuar i dashur. Tu, po për muve nuk ka morë dikush mas, jema në ku më çdo vend këto për fëmijët, për ma quni mi shkollë, si qonë këto, në shkollët, Dhe edukimin. ta mani me vend, s'ka morë masët. Në për polici, prapë kur s'ka morë masët. Prite, fëmija vjallë 2 herë në ditë që si që punë, për dje, në orë 11 deri në 4 me morën. E morë fëmin, dalë nga policia. Por dalimi pak, kur ti e more djalin, besoj e ke pyetur ku ishet, ke qenë babi 2 javë, ku ke Nuk fletur. fliste fare, nuk fliste fare. Po në polici çfarë kishte raportuar djali? Fëmin, thjesht e këshën kap të vjellë, nuk e morën në tonë pytje, djalin. Po mirë, kur një i mitur kape duke vjedhur, njoftohet familja dhe vjet në djeni, besoj që diçka ke mësuar në polici. Po pra që ka vjellë 2 banesa. Pra djali juaj kishte hyrë në 2 banesa në qytetin e Durrësit. Po, Dhe në kishte Golem. në Golem dhe duhet kishte vjedhur Po. dhe ishte kapur nga policia. Po. Tjetër çfarë të tregoi policia? Nuk e di pra se si eshto, se që folen mrena. Dhe se mu më thanë kështu. Se policia nuk mund ta lërë të lirë. Mu më thanë kështu, Ja. më falë, të maroj, unë shkoj Po. në Durrës. Atje unë si ta losh farë për gjysë dhe i thash,
këtu puna, o e zojmë, tha mu kush jeti, jam mamaja Renatës, i thash unë. Tha mu, jo për ka që jati, thash unë, si do që unë jam e ndarë, thash, ka malë t'intereson për fmin tim. Po sigurisht se jeni E në nëna. më tha mu, o tim tha mu, ik, tha se kena qu ke burgu i minoren, vë tha në Kavaj. Aty unë morë taksi në Kavaj. Shkoj te unë pysë për qunin, tha mu, nuk kam këta emër këtu, o e zojmë, tha mu. Po si tani, policia është e përgjishme për... Pra, Nëse policia... Tani, të lutem, tani policia është për këtë punë, kopton? Nuk është këtu, tha, ty më rrugën, është shkoj ke komisariati Kavajës. Se në Kavaj na njofin gjithë komisariati. Po. Ka për shefi në mollë, sam, paje, po ti këtu më tha mu. Ore zotëri, thash, u ka kap fëmija në Durrës. Unë e di, thash, u ka kap për gabim. Tani, unë du të di ku më keni qu. Po. Kupton se unë du më të nëzirë, tani punën e shtetit, sepse merë masa. Tha mu, o, ku e kemi qu, shkoj gjeje ti, tha mu. Ne kina nëzirë, tha, si e nëzirë kërti fëmi nga komisariati, thash, pali mu, prindit, me unë di firmë, diçka ose me arë me e morë. Si keni Pra, nëzirë si ju? pas logikës tuaj, djali kur është kapur për herë parë nga policia është njoftuar babai, ka shkuar e ka marrë, ndërsa kur është kapur për herë të dytë e kanë lënë të lirë. A kina lot lirë pa tha, po, a kina Po lot pra, lirë, kështu të ka thënë policia. Kur unë i thash pastaj policisë, ju nuk me tregon, i thash unë të shkojnë Tiranë lartë më lartë. Sa i kam thonë te unë, sa kam arrit në shtëpi, kishin marrë tjatin, i kishte thonë hajde se e ka pru policia Durrësit Kavaj. Në rregull, si i thash do ikin Tiranë për këtu. Dhe çfarë ndodhi, ju vajtët? Pastaj ka shku jati, pastaj e ka morë nga policia Durrësit që e ka pru në Kavaj ai, më fugon, e ka shku ka morë jati. Dhe ai ka ikur prap nga Ai shtëpia. prapi ka ik në qeftës, do më thonë. Dje. Më falni. Po, patjetër, patjetër. Shif se o drejta, se më folë në nuk përmerë në vesht. Kam Që të shtunën, në orë 11 vje policia, shefi zonës ai, policë tjetë i gjajt i më zgabofshë, vjen me merë, dhe vish me unë pak komisariat. Pse thoshon, Renatën, tho, e kemi kap, tho, pa e bi policia golemit në komisariat. Më rregull, hopi me këte unë shkuj. I dashur Blerim, përpara se ma tregosh të episod me policin, më duhet të kalojnë një reklam, do rikthehemi bashkë, përpara se kalojnë një reklam, regjia edhe një foton e Renato Hajdinit, një 13 vjeçar, i cili është larguar nga shtëpia, dyshohet se ka vjedhur 2 banesa, fatkeqësisht është dhe përdorur si lëndëve narkotike sipas 2 prindërve, të cilët dyshojnë. Ai është kapur nga policia, është njoftuar babai, e ka marrë babai nga komisariati dhe më pas i ka ikur sërish babait nga shtëpia. Ky është Renato Hajdini. Kushdo që e ka parë në zonën e Kavajës, Golemit apo të Durrësit, këtu dyshohet se qarkullon dhe lëviz ky 13 vjeçar, është i lutur që ditën e sotme të telefonojë në studion e emisionit Pa Gjurmë ose të njoftoj policin, pasi ky mitur vazhdon të jetë ende i humbur. Jemi rikthyer sërish bashk live dashur miq, ku ditën e sotme jemi në kërkim të një 13 vjeçar i cili është larguar nga shtëpia e tij në fakt përpara 2 javë. Babai ka arritur ta gjejë, ta rikthejë në shtëpi, por 13 vjeçari ka ikur sërish nga shtëpia, janë mbushur më shumë se 24 orë që nuk dihet drejtimi i tij. Nëna dhe babai të divorcuar prej 5 vitesh janë bërë sot bashkë, kanë ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë me hatërmbetje të mëdha ndaj njëri tjetrit, por kanë gjetur guximin të bëhen bashkë sot në këtë transmetim me shpresën për të gjetur djalin e tyre, Renato Hajdini, që regjia vazhdimisht e nxjerr foton e tij. E dashur Shqiponja, po më tregoje që sot ti ke dashur të shkoje te shtëpia e ish-burrit për takuar djalin dhe sot i ke mësuar që ai ka ikur prap. Po, do më thonë, unë e mora vesh edhe të mora dhe gocën, i thash, hajde të shkoj takoj me dhajo mami, tha mu, ja të kojt vlajnë, tha se më ka morë molli, tha. I kemi thash unë, shkoj e të Sa orë, ko kishe ti pa e takuar djalin? kam shumë pa e taku qunin unë. Kur themi shumë sa? Do më thonë, po mos them gati një vit një herë, që Se ke takuar? Po, se kur vija, do më thonë, e takoja, ka vaj, se vinte, ikte, tani kam shumë, një vit e ca. O Blerim, të lutem, djali pse nuk donte të takonte nënën, me që ka jetuar me ju? Fëmija, jo se nuk do të takohet, po s'ka pasë fremitetin si që duhet. Nga që nëna u largu, pastaj nuk kishe kontakt gjajnë, e kupton. A i filloj, pastaj ka më këtë përdor lonë narkotike, më të vuj nga një depresion. Fëmija në muva nuk më do të më shofi më sy. Logu që në shpit vetë, Po, a i është 13 vjeç sot, bë 14 ashe në 2 muaj. për 2 muaj mbush 14 vjeç. Po. Si pas jush, çfarë moshe a i ka filluar këtë rrugën? A e këte më të këtë fillu që moshën, si të themë, që 12 vjeç e kusur. Këtë rrugë të keqe. Pra 2 vite që fëmia është përdoru si lëndëve narkotike, ju keni qenë në djeni? Jo, fare. Unë kur kam marrë, do më thonë, për herë të funit, që e kam taku, shikoj që unë duke pi cigare, kishe të marrë Red Bull për para, o ma me qetu bo kështu. Punë kete me mu, tha, jam ke baba im, unë thamë. Ajo kam su më këtë rrugë, sepse për arsye se ai s'ka pas më shtetje në duhur, si që ka qenë për unë ikshëm punë, ai vetëm, rritë më lolli robi.
Normal që ta more te rrugët e jetesë, sepse s'ka... Jo, unë nuk dua të bëj fajtori dashur Blerim, por në momentin që ti po e kuptoje që nuk po e menaxhoje dot fëmin tënd 12 vjeç dhe po bësh përdorus i lëndëve narkotike, i kërkoje ndihmë nënës. Nuk u bonte, ke ikte në Greqi, nuk kishe kontakte me këtë. Ke në kohë se, për shembull, ka pas kontakte me mua vetë vitet, ta mbështes të ta matë fëmin, ke iku u largu bashkëto me një tjetër me atë që rrin, unë kom që vetë kujdesem për atë. Unë dhe ikshën puna, dhe rije me fëmina, do me shpina, me gjella, me gjithë. Rrethanët, sepse jo së doje të largoja unë nga shtëpia, të lutem, nuk po zgjemi, po sqaromi, nuk ka qenë fare dëshira ime që unë të largoja nga shtëpia. Unë do isha me fëmijët e mi, do ishe familjarës e gjithë njerëzit. Shkaktar, ishte vetë, do më thonë e bone që erdi puna deri që unë u shputa nga shtëpia. Të lutem, gjonët duhen pranu si ti edhe unë. Ishte ti shaktari që unë u largova nga ty. Ti majtë e djalin, unë majtë a gocat. Tani, unë jam përgjish për gocat, i kam të treja, një të martume, një e fijume, kam dhe të voglin, i kam regull. Në djalin e më ty u shkatru, doli me të rrugë. Se po t'isha ty unë, normal që nuk du mëson të fëmija këto gjona. Plasim drejten. Jemi drejt për zdredi. E din shumë mirë si ropë tuj, si të mitë. E di shumë mirë që fajtori e ti do më thonë shkaku që unë kam mirë nga jo shpi. Apo jam gabim? Buk pa buk i kina rritë të fëmi, në përkoshta, në përkazona, kina po shumë sakrificat, na mësoj fëmija të një deri këtu. Është e pa mundur. Tashu Shqiponja, unë e kuptoj që ti kërkon sot një përgjigje ish burit tënd, Blerimit që e ke në krah që ai ka qenë kujdestari ligjor, gjykata ati t'ja la kujdestarin, i kërkon sot një pyetje që pse djali përfundoi në atë situatë, por edhe Blerimi e shikoj, ndihet fajtor, i pafuqishëm për të qenë, le të themi, pranë ti, edhe ai ka dalë për të punuar, e ka lënë fëmia e shoqëruar me njerëz më të rritur që mund ta kenë shfrytzuar. Renaton, dashur pa dashur, është bërë përdorus i lëndëve narkotike dhe... Renato më tha dhe ai shefi krimëve të Kavajës. A në ti të erdi shumë keq, në gjomë tha mu fëmin të atë, ka tha dikësh, moshe mollë tha, që e shfenzon, edhe e mëson tha me vjedhë. Kopton? I merë fëmija jo tha, pa e shtyn të mlejt. Edhe Renato jo tha ka bashkëpunim me burat të mlejt, nes pa e kapim do të tha. Kopton, po ti tha mu e ka jati, unë e di që e ka jati. Po ti e nëna, nuk ka lidhje... Unë jam nona i thash. Nuk ka lidhje thoj policia e ka... Ti intereso, mund dilë për jashtë, pse dal jashtë unë? Që nuk ka logjik, ti e nëna e ati fëmije. Shqiponja, që të sot, lutem. Shqiponja, mund të rritësh dhe me këte moshë, ndalje në rrugë, për nuk e di. Ta vrasin njerëzit për gjunovë. I pakuj të lutem dhe qetësohu, ne urojmë që a i tjetë mirë, ndoshta është në situatë rrugë, ndjesh mirë të lutem? Mirë. Mund të pish pakuj dhe të qetësohesh, e dashur. A i mund tjetë në situatë rrugë, pa dyshim mund tjetë në një gjendje të rëndë, psikologjike, ne nuk e dim situatën e Renato Hajdinit për atë që të rëfen baba i ti, i cili e ka rritur, ka qëndruar me të pas divorcit, a i ka filluar tjetë përdorus i lëndëve narkotike që në moshën 12 vjeç, ka 2 vite që është përdorus i lëndëve narkotike, ndoshta gjendja e tij nuk është fort e mirë, kushdo që e nje Renato Hajdini, kushdo që ka informacion, kushdo që e ka parë në lagjen ku banon është i lutur, që ditën e sotme të telefonoj në studion e emisionit Pa Gjurmë, unë vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. I dashur Blerim, po më tërgojë që policia të erdi në shtëpi. Mund të ma tërgosh atë moment? Ta tërgojnë gjithë ngjarjen si ishte puna. Në orën 11, rreth orës 11, të paradites, po, vjen policia ke shtëpia. Blerim thot dhe veç pak më mund komisariat. Po, thoshëm, për çfarë arsye, djalin tha pa e bin në Kavaj, tha, ken kap duke vjedh, tha, pa e bin Kavaj. Më rregull, shkoj on pras gate e gjysora, e orë mos gabofsha, nuk e di sa ka që ora fikse. E si edhe ndjalin të të Golemit, policia Golemit. Po. Më rregull. Vjenë, të e bëm ato letë ato procedurët, se kështë bënë 2 vjelle, mas se e këshën kap të vjetë, kështë bënë 2 vjelle të... Pra i që kur ka ikur nga shtëpia në datën 15-16 prill, dhe deri dje që iku për herë të fundit nga shtëpia, ka bërë afërsisht 3 vjedhje banesash në zonën e Golemit. Po. Bëm ato procedurët, të gjojnët, në nëzorën, pastaj deri ka porta. Nuk e di orë 3-4, gjoj atje më së më trejt, në nëzorë ka porta, pra është e init lirë.
pa e lëmë gjitha për shkak të moshës Po çunë. nuk kërkove ndim ti që ky fëmijë ndoshta ka nevojë për rehabilitim sepse Më falë, do ta shpjegojnë të gjithë arsyen. Në nëzorën presh, do ikshim për në komë, se unë lekë s'kisha në gjep, do ikshim për në komë. në kohën që e takove djalin, që policia ta solli djalin te dera dhe ti e more, Po. nuk kërkove ndim në polici që ky fëmijë, E dinë gjithë ato. Shif do ta pra nuk është re parë që djali juaj ka vjedhur. Më ka vjedhë me miliona herë. Çdo në 2 ditë. I ditë më të bëj 3 vjedhje. I ditë më të bëj 2. Do ta shpjegojnë gjithë. Kjo që nga e Më fal, do ta alarmante. Më fal, do ta shpjegojnë gjithë mobetin, atëherë që të bindesh. Në Nxorën, e ka morë deri ka gon kalaje, në ka vaj ishte me muve. Çfarë të thaj gjatë rrugës? Nuk flis të farë se më të mund nxente. Ai nuk është normal, ai ndoshta vuni nga një depresion, nuk është nuk është normal, ti fletet të nxehet. Ai të kthehet. Nuk është depresion. Unë parë, se ka marrë si ka aty unë parë ky mas meje. Përdor gjona tjera. Pa kalu gon kalan, ky më qef. Hap sy të Renatë, këto Renatë më tonë. Të iku. Miku, kthehem mrap shofun, nuk a gjej. E pa mi thash, pa ikë shtëpi ndoshta thash vjeni makina, vjeni mi shok se s'kishte kam kërku, miku si në sy. Sa aty kërkon kalaje s'ka se vetëm sheshë aty. S'kishte vend tjetër. Shkoj shpiona, rri gati ajo orë, mos më tret, marr makinë, dalë kërkoj për gavaj, për Renatën. Shof nga sheshi, takoj 2 policët të pyetëm aty se sa kemi pa tha. Dal ka agjencie prapë se kemi pa. Kthehem shpion, as 20 minuta ka qenë sa u ersu, vjep fugoni policisë, Rrogozhinës. Ky kishte ikën Rrogozhinë. Vjen me mojën muve, çuni ishte nalt. Me mojë deri në orën 12, 11 deri në 12 prapë natës, prapë komisariat unë. Sa doli nga komisariati i Golemit, Rrogozhina e kapi, po kjo është skandaloze dhe si mundet policia ta lërë të lirë një 13 vjeçar me gjithë to probleme. Më fal, nuk e di. Ku mund ta çonte në qendrën e rehabilitimit të Kavaj. Më fal, si është puna. Më mojnë, më çojnë komisariat. Më majnë 2 minuta, më thret shefi nalt, i shef për të nuk e di me emën. Më thret me gjuhën llononat janë nalt. Ti e kall ti e bën ti thu ti shko vjedh. Po si them Si shko policia të gjuajti ty. Po më ken rraf keq fare. Më ken gjujt atje nalt kanë. Edhe mua më kanë qelluar. Më ken Tani s'po mos skandalizoni. Po, një gocë police, po, më Kjo ka gjujtin qenë, lapër. jo, mëron par mëron ken dhunu mua, më ken gjujt mua ç'po ta them. Se policia të ka akuzuar ty se ti mëson djalin të vjedhur. Po, kur më fal, kur ato din, kur unë isha para im, nuk e di se sa po bën rreth ai muaja 2 mos gabofsha, isha komisariat. Unë merr në komisariat me gjithë djalin, djali dol para meje. Unë komisariat tup firmos, djali shko vall prap qendër. Mu më çun, me edhe mor prap policia sa kemi kap to vjedh. Kur e po 5 vjedhë në ditë, a nuk pasën një shkollë të mitur shpektoni diçka? Pse për 2 muaj që baka 14 vjeç e lekët e të lirë? Atë o do ta vrasin një, ose të vrasin një të i mor tjetër lekët. Se ajo po bën 3 vjedhë në ditë, 4 vjedhë në ditë. Tani po më shokon, fëmia bën 3 vjedhje në ditë 13 vjeç. Nuk ka mojmë na thot pa bu 14 vjeç. Si dargoj, unë jam tek pull shtëpi. Unë të laj rrobat, unë të fshi shtëpinë, unë të bëj gjë, unë të dal për gazonët. Ç't bë unë të rri mrapa të lidhet me zënxhir, çoj, qanoj. Unë ta lidh me zënxhir mas brezën atë ku tikën vinë mos meje. S'kam ç'i bëj. I dash shpërblim, po Unë kërkoj nga ju se emision ose mip një rrugë zgjedhje, unë kërkoj që shtetet moj masët. Paktën nëse do thonë që ai ti ke kujdesëri, jem dakord, unë nuk e hodh poso fëmijë. Por mo jemi pa mundëm që unë ta marr të lloj fëmije. Se nuk punoj, unë pa rën në shtëpi, po iket punoj, në shtëpi bukatit. Unë ta lë shtëpi e shko, ai ka vjedh xheluzën e vogël. Gjithë Kavajen, Golemin po, Grabjan po, pa ai ka vjedh gjithë Nemit. Si për 2 muaj nuk ka merr këtë jetë në shkollë të edukimit. Për 2 muaj që do ka ai. Atë o do ta kapni një shtëpi, ta vrasin larg Zot. Ose di mua një onë çfarë di gjujmë se ik fëmijë, se do mi mor lekta. Se mban edhe thik me vetë djalë. Ma biçak. Po policia të na dëgjoj ditën e sotme në këtë transmetim live si policia e Durrësit, e Golemit, e Rrogozhinës, se kjo është e frikshme. Të janë ngjarje të dëgjuara që janë të frikshme tani një 13 vjeçar me biçak dhe mund të vjedhë. Më tha. I thash unë se si nuk e merr policia përsipër. Të lutem, unë nuk e marr përsipër tha asnjë lloj shtëpi fëmijë nuk e merr përsipër fëmin ta tha se është shumë problematik më tha mua. A jeni shteti me vllasi keni çu gjithë. Po si total. Pra, ju i kërkoni policisë që ai të futet në shkollë riekudimi. Më fal pak. I kom shqekë këto institucionet për kalemojt, gjithë nuk kam lo vend pa brell, nuk më merr një për dërzim. Nuk më merr një për... Dhe policia ka më lehtë ta lënë në rrugë të lirë, të bëj dëme. Më falë, majnë ka 3-4 orë, nxjerrin. Le ta vrasin më thamë. Merë thot, unë fëmijate përgjigju ti tho. Se që bote thonë punë për ty tho. Që të bëj këtë i hash ti tho. Në më falë, unë jam burr. Jem vetë ba për atë fëmijë. Unë me të dalë punoj, dhe vi prej punë, dhe laj robët, dhe laj enët, dhe laj shpinë, dhe bëj gjellën, që të bëj unë. Unë veçëm ta lidh mos brezit, atë në ta marr ku shkoj unë.
Por i dashur Blerim, në Nuk momentin më merr një për bazë llafën. në momentin, jo, jemi në këtë transmetim dhe po e denoncojmë live dhe pas transmetimin e do lidhjem me policisë, situata që nga alarmante. Shumë keq. 12 vjeçeja, 12 vjeçë nuk e di se sa ke në bile s'ka dalë në televizor u kap me pistolet në kavaj. E them, wow. 12 vjeç ka qenë. Prap spamojnë masat, ai mund të ketë bën mbi Dhe ku e 50. kishte gjetur armën? Nuk e di. Patneti Pra javë. fëmia ju 12 vjeç ka qenë me armë. Po, me pistolet. televizorit. Ka dalë në televizor djali. Ka dalë. Po Dhe u la i lirë. Po. Po, nëse është moshë vogël, tha. Nuk e mbajmë Ai dot. nga Pra i du të bëj vrasje që policia ta çojë te shkolla Edukim. edukimin të kavaj. Më fal. Unë kërkoj nga ju apo nga çdo lloj kush që po na ngjan, unë kërkoj që të mojnë masat për atë fëmijë. Ta mojnë ta fusin në vend, në shkollë riabilitimi çe që ose unë jemi pa afta më dot. Mu pse duhet më dhunoj policia kur po rri pa bukom 4 ditë pa buk shtëpi. Unë i çik hallën e çunit, çik pa buk shtëpi, vetëm gjuhën e policie muve, çam sot e thot, unë pi them ti shkovill ti. Unë po ti kishe marr lekët e fëmijë, që të vjedh dhe fëmijët haj, unë zal fus kokën fal për shpërën për gazonat. Unë po risi qenë gjithë i përve nga luzi në përkashët, për mbjellën e kanaqën e hekër. Është shumë e rëndë të gjithë kjo Unë jemi pa situatë afta me më ju. dot. Pra ti deklarohen që i pa aftë për të menaxhuar djalin në këtë situatë të cilën ndodhesh. Nuk kam dot mundësi, unë nuk kam çmë i bën motit. I dashur Blerim, por përpara 2 javë se ai të largohet të ndodheshin këto vjedhjet e fundit, ke folur ndonjëherë me Renaton, me djalin, çfarë të thoshte? Nuk flitet më ata, ai nxehet, më ata zehesh. Shan, për të del ka rrugët shan, i ka thy më dërë shtëpie, me pengjer, veçëm vini herë ku jetoj, unë shifni që i ka bo shtëpi, vetëm shtëpi nuk qohet moja. Veçëm shtëpi, më dëra ka prej fleksibël, me pengjer i ka thy. Krejt për krejt. Unë ikim puna e shkatroj gjithë gjanë të shtëpisë, i hull me raftë, me rrobë gjithë poshtë, se që ka shtëpi më të Florin, s'ku ka, veçëm rrobë ka, di kërva dopjo. Ai ka kalu, ai ka konsumu një lonë narkotika, a vu një depresion, ai ka nevojë për një psikologa, një që ta çësh në një spitala. Po, situata e tij mund të jetë goxha e rënduar. Dhe ai në këto 24 orë mund të jetë në situatë rruge duke bërë vjedhje të tjera në zonat. Unë konflikt ikën sot në lus. Për arsye sepse do thoshte, unë do ikë shtëpi ndoshta ka polici prapë do vit më marrin muve. Më mojnë deri në komisariat, më lojnë aty pastaj nga komisariat do ikë 2 orë rrugë në kom në shtëpi prapë. Ai prapë po ta vaska. Ke frikë dalësh ai vollën në kavaj. Unë ikam gjes që do shkoja për taku çunin, isha me gocën, ula aty mora një kafe. Te lokali ku do si ishte mëngjes. Ishin 4 veta aty, ishin dorë bardh ato. Gjithë der çunash. Po tani ku mund ta di unë për shembull, shikoj si jam tani me ty. Po boja më vet me gocën unë Renato. Sa në gjuhën emrin në Renato nuk më janë shput. Nuk më ndavën syt më sekonda. Derisa jam çu nga e veni dhe kisha frikë që tu çoja nga lokali. Ja bën në gocës mos përmend emër mos e. Do na heqin qafë. Unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme zëri juaj të dëgjohet, situata që nga vërtet alarmante me. Ne kena frikë dalim deri, unë kam frikë për veten time, unë në punë kam frikë të dal tani nga Renato. Kupton, më aq shumë vjedhje që ka bën, të vret tjetri, ky që e ka nona këtij, bam. Ai zë detën të mfali, ai nuk është për shembull se ai mund të ketë bëj. Shteti masë ta çojmë në shkollë. Ai mund të ketë vjedh gjiluzin vogël, ku ka 2 milion, ku ka 3. Ai dikush e ka atë që e mëson. Sepse ti si shtetësis merr ka masë, si nuk ka gjika ti se më çrriku këtu shoqëror ky fëmijë. Ai thot më merr ti fëmijë, më bjerë më polici thot. Po se inspektor zonë, unë do ikë to shje. Unë do di fare thaj. Apo ti i rri fëmijë sa ta bitin polici. Ju sot po e ngrini zërin në studion e emisionit pa gjurmë, uroj dhe shpresoj që këtë institucione policia të na ndjeki si ajo e Durrësit e Golemit. Plotfuqishmi zonës duhet mori masë për të lloj fëmija, kupton? E tha mu, nuk e rujt fëmijën tatën, tha mu e ore, ai je shefi zonës ti. S'mi intereson as kam lloj informacioni fare për këtë fëmijë, tha mu. Si për kjo përgjigje, ai është shteti. Do qëndrojmë bashkë, do bëjmë thirrje sot për Renato Hajdini, këtë 13 vjeçar që mund të jetë në situatë rruge, mund të shfrytëzohet nga persona të rritur për të bërë vjedhje banesash në zonën e Durrësit të Golemit. Babai dhe nëna e tij më shokuan, bën 3 vjedhje në ditë. Një 13 vjeçar përdorus i lëndëve narkotike në këtë situatë është një tmerr i vërtet dhe policia mbi të gjitha nuk ka reaguar. Mirë, jemi rikthyer në studio, jemi në minutat e fundit dhe gjatë kohës së reklamave po flisja me gazetarët e mia, kanë mbritur shumë telefonata nga zona e Luzit, të gjithë e njihnin djalin dhe e habitshme kishin frikë nga djali juaj, nga vjedhjet që ai ka bërë në të gjithë banesat e Luzit. E zojo det ai nuk ka lënë shtëpi pa vjedh, nuk ka lënë robët pa bu keq. Unë ta thosh në pak më para, unë jam i pa aftë ta komandoj më dot të fëmijë, sa unë i pa komandueshëm. Nuk është i qëndrueshëm. Unë kërkoj nga ju si shtet apo nga policia, nga gjithë lutën bëjmë masët më çojnë në shkollë edukimin në misen, se për 2 muaj që ai bë 14 vjeç, ai larg zot o do më vrasi kush, o do vrasën një në po unë të bazohen. Unë nuk kam ç'po bëj më.
Unë jam vetë burë, më falë për shprehjen, vetë gru. Ne do të vazhdojmë historinë e Renatos dhe unë të premtoj që ne do lidhemi edhe me policin për të kërkuar ndihmën në uniformave blu për Renaton 13 vjeçarin, i cili mund të jetë një situatë shumë të vështirë. Ai mbase nuk e kupton fare se çfarë po bën, ku është dhe Më tjetë pa vedishëm, më tjetë në depresion, në efektin lëndë narkotike, a i ka nevojë për një diçka për të paktën të 2 muaj, deri të bëj 14 pse sa muajnë mrena. Si ka mundësi që a lënë për 2 muaj për jashtë, a i më të nesë, më të vrasi roba, sa i më të bëj shumë vjedhje, për 2 muaj më të bëj 400 vjedhje. Do më thotë që lene... Shokove tani 400 vjedhje, tani që... Ky djali juaj 13 vjeç mund të arrit jetë ka që aftë të bëj 400 vjedhje? A i imagjinoj që çdo vjedhje, për i ditë më të bëj 2 vjedhje, 3 vjedhje në ditë. Aq që ekstrem o e lojfmi. Ai ka marrë ku ka 5 mijë, ku ka 6, ku ka 2, ku ka 3. Ç'a më i bën atit? Mos e di mua. Ku s'po merr masë shteti punë që ti bëhet ju. Çfarë mesazhi do përcjellje sot? Unë përcjell kushdo që më ngjokat llafe, sidomos me shtetit për i them, për i lutem, mojnë masë për atë fëmijë. Se jam i pa aftë, ta komandoj dot. Unë nuk ka komandoj më dot. Unë më gjmen fëmijë kam punë se komandoj dot më. Se nuk kam, jam i pa aftë ta maj. Nuk është fëmijë që ai rrin aty ku alen e të gjin, te lene me ato sa të kthesh të kurrizën etike. Dashur Shqiponja, nëse Renato do të ndishte, ku ke më shumë se 1 vit që nuk e takon dhe ai refuzon të ketë kontakte me ju, çfarë do i thoshe si nën djalit tënd? Renato kishte dëshirë të takoja, t'i thoja 2 fjalë nga afër. Si non që jam, po do më dëgjonte, po s'do më dëgjonte, prap i lutem të kthehet në shtëpi, se kom pa djalin fare. I lutem i shahat në gjoj. Vitëm takoj mamin paktën. I lutem me kushdo që ta shikoj, o Zot. Vetëm të mjeftojnë ta shikoj një herë se kam shumë kohë. Nuk e kam parë, më ndjek shpirti në mu. Unë uroj dhe shpresoj të gjendet Renato, të merren masa për këtë 13 vjeçar, ne do e vazhdojmë historinë e tij. Unë ju falenderoj që u pata në studio Blerim dhe Shqiponja, do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish nesër. Ju e dini që pa gjurmë vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.